Korea e Veriut lëshoi rreth 10 raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi drejt detit të njëjtën, tha ushtria e Koreas së Jugut, një ditë pasi Pyongyang u duk se shpërfilli një vendim të SBA-s për të reduktuar stërvitjet e përbashkëta ushtarake me Korenë e Jugut, në një përpjekje të dukshme për të rifilluar diplomacinë. Ushtria koreano-jugore tha se lëshimet ndodhen nga rajoni i kryeqytetit të Koreas së Veriut, të njëjtën. Ushtria tha se raketat u lëshuan drejt ujrave lindor të Koreas së Veriut. Ajo shtoi se Korea e Jugut ka forcuar mbikëqyrjen dhe po koordinohet nga afër e po shkëmben informacion mbi lëshimet me SBA-n dhe Japoninë. Këshilli Presidencial i Sigurisë Kombëtare i Koreas së Jugut mbajti po ashtu një takim urgjent për të diskutuar zhvillimin. Pas takimit, Këshilli lëshoi një deklaratë duke i kërkuar Koreas së Veriut të heqë dorë nga lëshimet e raketave balistike që janë të ndaluara nga rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Zyra e kryeministrit japonez kishte thënë ndërkohë më herët se kishte zbuluar një lëshim të dyshuar raketash. Të mërkurën ushtritë e Koreas së Jugut dhe SBA-s thanë se po reduktonin stërvitjet e tyre 11 ditore. Buroja e lirisë ulçi. Presidenti amerikan Donald Trump më herët urdhëroi Pentagonin të reduktonte ndjeshëm stërvitjet, pak para se ato të fillonin këtë të hënë. Trump përmendi atë që e quajti një marrëdhënie të mirë me Kim Jong-unin dhe refuzimin e Koreas së Jugut për ta mbështetur atë në luftën në Iran.